Kalaja e Gjokastrës e shtrirë në një hapësirë prej 335 metrash në kodër të qytetit, vijon të mbetet monumenti më i preferuar për të vizituar nga turistët vendas dhe të huaj. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka shpërndar një video informuese nga Kalaja e Gjokastrës, ku historia, kënga dhe krenaria bashkohen në një jehon brezash. Gjokastra, qyteti i gurtë, një ndër të parë që u bë pjesë e UNESCO-s, mban mbi supe një gjerdan të rrallë, Kala në Argjiroz. Kjo kala i ka fillimet e saj në vitin 1936. Megjithatë, shumë historian mendojnë se këto mure janë akoma më të hershme. Në gjithë historinë e saj vlen për t'u theksuar shkëlqimi që pati në nuheqjen e Alipashte Pelenës. Në vitin 1812 filloi rikonstruktimi nga Alipashte Pelena. Gjatë kësaj periudhe, kalaja u fortifikua dhe u pajis me armatime të përparuara. Gjithashtu, u ndërtua edhe kulla e Sahatit, e cila edhe sot rrëmben vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj. Në luftën e parë dhe të dytë botërore, kjo kala u kthye në strehën e shumë banorëve që mbroheshin nga bombardimet ajrore. Prej vitit 1968, ajo do të bëhej qendra e trashëgimisë folklorike, duke u bërë me krenari djepi i festivalit folklorik kombëtar, një festival që mban në këmbë traditën unike të këngës folklorike shqiptare. Kjo kala është kthyer në një nga pikat kulturore më të frekuentuara nga turistët dhe i lejon qytetit të ketë një sezon turistik përgjatë gjithë vitit.